Mirë, zhvendosemi nga Elbasani, shkojmë në Vlorë për të parë se si është situata atje. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Algert Harizin. Algert, mirëmëngjes, si është situata në qarkun e Vlorës? Mirëmëngjes, ju përshëndes. Aktualisht në qytet jemi në një situatë të qetë përveç se rreshtet kanë pushuar, mund të themi në këto momente, orët e mbrëmjes kanë qenë ato me intensitet goxha të lartë në pjesën e qytetit, ka patur disa probleme në disa akse rrugore në qytet, bulevardi Ismail Qemali, rrugat e Albana Romina, shëtitoria Lungomare ka patur një prezencë ujë për disa minuta, por me pushimin e rresheve, situata është normalizuar dhe aktualisht në qytet nuk kemi asnjë lloj problemi. Mund të themi që problematik kemi në pjesën e Imarës ku ka një banesë të përmbytur për shkak të rresheve me intensitet të lartë në një nga fshatrat e Imarës është një banesë e përmbytur. Gjithashtu ajo çka është problem dhe shtabi i emergjencës dhe institucionet e bashkisë tashmë janë zhvendosur në pjesën e Novoselës ku aty është rreziku më i madh për shkak se pritet rreshe dhe prurje të mëdha nga pjesa e Përmetit dhe Nivicës dhe mund të kemi rrezik të daljes të Vjosës nga shtrati dhe rrezik të fshatit Novoselë dhe fshatrave të tjerë përreth. Aktualisht në urën Hemifolit, kuota e ujit ka arritur në 4.5 metra dhe mbi 7.5 metra, siç kam thënë dhe ditën e dieshme, bën daljen nga shtrati dhe përmbyt fshatin Novoselë dhe fshatrat përreth. Mund të themi që jemi në rrezik për shkak se prurjet nga pjesa e Përmetit dhe bashkive përreth janë me intensitet të lartë nga informacionet nga shtabi i emergjencës që ka marrë nga bashkia Përmet dhe bashkitë e tjera, janë gati mbi nivelin 5.8 metra në ato bashki dhe pritet që disa orë më vonë ato të vinë në zonën e Novoselës dhe kemi një rrezik konstant. Orët e mbasditë do jenë kritike dhe do shikohet nëse rreshet vazhdojnë me intensitet në zonën e Përmetit dhe në zonën e Greqisë, se ai është rreziku kryesor i zonës të Novoselës, prurjet që vinë me intensitet të lartë nga zona e Përmetit. Ka kaluar në gatishmëri, nuk është se momentalisht kemi thirrje për marrje masash, por ajo thirrja parapraka është bërë që ditët më përpara. Mbi 6 metra nga informacionet që kemi nga shtabi i emergjencës fillon thirrja banorëve për të marrë masat dhe për të larguar nga banesa dhe për të larguar nga stanet gjën e gjallë. Deri në këto momente jemi në një situatë të qetë, po jemi në situatë kritike, mund të themi dhe do jetë orët në vijim ato që do vendosin që do kemi rrezik për dalje të Vjosës nga shtrati apo do ta kalojmë pa probleme këtë herë qarku Vlorë. Ka patur edhe disa probleme të vogla në bashkinë Selenic, mund të them që në fshatin Brataj ka patur disa rrëshqitje të dherave dhe ka patur probleme për disa minuta në aksin kryesor të rrugës të Lumit të Vlorës, po aktualisht aksi kryesor i kësaj zone është i kalueshëm. Faleminderit, Algert.